Prefekti i Vlorës Eduard Veçani është prononcuar sërish në lidhje me grantet e qeverisë së mbërritura për 100 vjetorin e pavarësisë në llogari të qytetit të Vlorës. Prefekti ka ritheksuar se grantet e qeverisë janë 1.4 milion euro të aprovuara e mbërritura për Vlorën në masën 3/4, ndërsa janë bllokuar vetëm shuma e 3 mujorit të fundit, pra që duhet të vini në muajin tetor. Projektimi dhe financimi i çdo investimi në qytet ishte planifikuar me fondet e mbërritura nga 3 mujorët e mëparshëm, si dhe të ardhurat e Bashkisë së Vlorës. Sipas prefektit Veçani, qeveria shqiptare nuk ka të bëjë me bllokimin, pasi në rastin e qytetit të Vlorës bëhet fjalë për llogaritë të papaguara të bashkisë dhe administratës së saj kundrejt kompanive private. Shifrat, saktësoi Veçani, flasin në të kundërt të deklaratave të kreut të Bashkisë së Vlorës. Së pari do thosha që shifrat janë kohëforde. Pra, nëse drejtohemi shifrave, shifrat nuk flasin në favor të kryetarit Gjika, por flasin në të kundërt të tij. Qeveria shqiptare me vendim të fillimit të shtatorit, në mos gaboj data 6 ose 5 shtator, ka vendosur akordimin e një fondi prej 390 milion lekë të reja, i cili do të përdoret për rikonceptimin e sheshit të Flamurit, ndërkohë që këtu bëhet fjalë për një situatë tërësisht jashtë qeverisë shqiptare dhe te ndikimit të qeverisë shqiptare, mbasi këto fonde të cilat pretendohen se janë bllokuar i përkasin grantit të 3 mujorit të 4, që nëse vitin e ndajmë në 3 mujor, kuptohet janë 4, dhe ky është granti i 3 mujorit të 4, pra që i takon tetor, nëntor, dhjetor dhe nuk ka asnjë impakt në përgatitjen e festës së 100 vjetorit të pavarësisë, mbasi nëse do të pretendonim që këto para do të përdoreshin tetor, nuk mundet të ishim gati për fund nëntorit. Gjithsesi, kjo festë duhet të ishte përgatitur jashtë këtij koncepti, jashtë këtij afati kohor, pra duhet të ishte përgatitur minimalisht të themi në shtator, qyteti duhet të ishte gati, ndërkohë që edhe sot nuk është gati. Kjo është për të ardhur keq, por unë do të thosha faktin që qeveria shqiptare, qytetin e Vlorës, siç e thash, ka një vendim posaçëm për këtë 100 vjetor. Raporti për cilin janë bllokuar ky grant i 3 mujorit të 4 është një raport tërësisht financiar që ka pasur Bashkia Vlorë me një strukturë tërësisht jashtë ndikimit të qeverisë shqiptare, pra me një strukturë private, që është kompania Qez, së cilës i detyrohet një shumë të caktuar për shkak të keq menaxhimit të fondeve nga ana e shoqërisë anonime Ujësjellci Vlorë, e cila është tërësisht në pronësi dhe administrim të Bashkisë Vlorë. Përsa i përket punimeve dhe vonesave në to, prefekti sqaroi se është tashmë fakt, madje qytetarët mund të shohin fare qartë se punimet në qytet janë të hallakatura dhe të vonuara. Tash nëse do t'i referohemi, unë jam qytetar i Vlorës dhe jetoj çdo ditë në Vlorë dhe nuk është e nevojshme të kesh raporte zyrtare për të konstatuar atë që thjesht e shikon me sy. Pra që shikon vetë çdo qytetar i Vlorës kur del në qytet. Punimet janë shumë të vonuara, për të mos thënë te çdo afati optimal dhe logjik për përgatitjen e festës. Mirësëri për këtyre punime që kanë filluar një vit më përpara, nëse i referohemi kronikave televizive, janë filluar para zgjedhjeve lokale të majit të 2011-s dhe nuk kanë mbaruar ende, pra që nuk kanë asnjë lidhje me faktet e pretenduara sot. Nuk mundet që t'i lihet spontanitetit përgatitja e festës së 100 vjetorit dhe për më tepër t'u lihet amatorizmit dhe voluntarizmit, ndërkohë që duhet kishte plane të studiuara dhe të koordinuara me të gjithë faktorët ekonomik, social, shkencor të qytetit, dhe në ndjenin time çdo gjë i është lënë spontanitetit dhe gjithsesi unë do të shpresoj që për të mirën e qytetit tonë të përbashkët, pra si të timin dhe ashtu zoti Gjika, si edhe të çdo qytetari që jeton në qytetin e Vlorës, por edhe jo vetëm qytetarëve të Vlorës, por edhe gjithë shqiptarëve që do të marrin pjesë në festën e pavarësisë, këto punime të përfundojnë një orë më parë dhe qyteti të jetë gati për një 100 vjetor, por kjo nuk do të thotë jetë gati 25 nëntor, sepse festa tashmë ka filluar dhe nuk mund ta lëmë qytetin në këtë gjendje që aktualisht. Aktualisht Vlora është në vorbull ndërtimesh, ndërsa 100 vjetori është në prag, Vlora sërish nuk është gati.